Sinqerisht do të më thonë na fal zoti Trump, po na aktualisht e kemi njerë problemi na pjesëgjedhim zonjën Haxhiu kryeparlamentare ajo. Tek mas ne mundem me fol për na ide tonën që ndryshe ndoshta prej mandatit të parë zoti Trump tash po shohim shumë më shumë kriza globale për cilat po duhet më marr Amerika. Shumë më shumë kriza. Mendoj që këto kriza prap kanë me vazhdu, domethënë kanë në shpërthyksi, si më thonë, Izraeli me Palestinë atje, Izraeli me Iran, India me Pakistan, ku diun, situata tilla nëpër botë. A do të na vi radha neve? Shpresoj që derisa të na vjen radha, të paktën ne të kemi konsoliduar si institucione. Se çështu që shemi s'ka shkaluj pas presidentit e na, kur farë zgjidhemi na bo. Sinqerisht do të më thonë na fal zoti Trump, po na aktualisht e kemi njerë problemi na pjesëgjedhim zonjën Haxhiu kryeparlamentare ajo. Tek mas ne mundem me fol për na ide tonën. E kena problemin e mbrëmshëm. E kemi njerë do problemet mbrëmshme që s'po mundem me qit në të rëzi. Ta shohim njerë se çka mundet më ndodh. Por përtej kësaj që mund të më tingëllurë Nika, po për fat keq është e vërtet, unë mendoj që kur do që kemi me qenë në agendën e administratës së re të SBA-ve, duhet me qenë seriozisht të përgatitur për zgjidhjet që munden me u propozu.